Ata edhe pse janë të ardhur në fund të shekullit 6, fillim shekullit 7, atëherë ata munduan ta përvetësojnë atë çka është e shqiptarëve. Kjo retorik përkthehet në praktika të tilla si ndërhyrjen në qendrat brendshme të Kosovës, në rasti i aktit terrorist në Banjska, janë organizuar dhe furnizuar përmes linjave të sofistikuara dhe mbështetjes logjistike dhe operative nga Serbia, duke përdorur mitin e Vidovdanit. Politika kishtare serbe me betimin e saj në Prishtinë, të monumenti betejës së vitit 1389 kërkojnë që Shend Vidi pra kërkojnë që t'u falë krimet që i bën ndaj shqiptarëve. Ka tani një narrativ serbe që është duke u promovuar vazhdimisht, është që serbët kanë prejardhje ilire, kanë marrë vajza dhe djemë të cilët e bëjnë fotografi para manastireve në Kosovë me veshje ilire dhe këto i paraqesin në për simpoziume të ndryshme akademike, por edhe në për rrjetet sociale dhe kudo që ju jepet mundësia që kanë një prejardhje të tillë. Pra, po arrin niveli i propagandës deri në një çështje që ata edhe pse janë të ardhur në fund të shekullit 6, fillim shekullit 7, atëherë ata munduan ta përvetësojnë atë çka është e shqiptarëve. Vidovdani ka luajtur rol destabilizues, duke nxitur tensione ndëretnike, përçarje politike dhe frikë ekzistenciale ndër popullsinë jo serbe, sidomos të shqiptarët e Kosovës. Ky met funksionon si një instrument strategjik i mobilizimit, ku e kaluara historike, betejë e Kosovës, është ripërpunuar për të justifikuar qëndrime revizioniste dhe ndërhyrëse në realitetin bashkëkohor. Kjo retorik përkthehet në praktika të tilla si ndërhyrjen në qendrat brendshme të Kosovës përmes strukturave paralele serbe në veri të vendit, fuqizimin e diskursit të kërcënimit ndaj serbëve të Kosovës për të justifikuar prezencën ose ndërhyrjen eventuale ushtarake, zhvillimin e doktrinave të sigurisë dhe mbrojtjes në Serbi, të cilat përfshin Kosovën si pjesë të pandashme të shtetëror. Raportet e agjencioneve vendore të informacionit dhe sigurisë, si dhe burimet të hapura ndërkombëtare konfirmojnë se grupet paramilitare dhe kriminale në veri të Kosovës, siç ishte rasti i aktit terrorist në Banjska, janë organizuar dhe furnizuar përmes linjave të sofistikuara dhe mbështetjes logjistike dhe operative nga Serbia, duke përdorur mitin e Vidovdanit për mobilizim dhe justifikim. Në këtë kontekst, përvjetoret e Vidovdanit nuk janë vetëm ceremoni përkujtimore, por edhe platformë për aktivizim simbolik dhe operativ të këtyre strukturave, shpesh të pranishme në tubime me uniforma simbolike ushtarake dhe thirrje nacionaliste të cilat nxisin frikë dhe pasiguri në mesin e qytetarëve jo serb. The Battle of Kosovo soon becomes the subject of mythology, and like many historical mythologies, adjusted to address subsequent historical circumstances. And understanding the full significance of Vidovdan may well prove challenging, significant for at least two countries, part history, part myth, with multiple religious roots and a strange set of calendar connections to a number of historical events. It is the perfect event to be invested with hidden meanings. This paper will contribute to that discussion by providing other examples of the way that history becomes myth. And I have 3 case studies, and they're from far away. Politika shtetërore serbe pra është një instrument politik i shtetit serb para e pas Miloševićit, edhe tash pra me Vučićin dhe me të tjerë sigurisht që do të vinë pas tij, sepse nuk pritet në ndryshim për qëndrimin çfarë kanë pasur deri më sot ndaj çështjes shqiptare, dhe është domethënë një politik për të mburrur para brezave me fitoren e paqen të vitit 1389, për të rrëmbyer fitoren e tjetrit dhe për të mohuar koalicionin me fqinjt dhe për të kthyer humbjen e fitore. Politika kishtare serbe me betimin e saj në Prishtinë, të monumenti betejës së vitit 1389 kërkojnë që Shend Vidi pra kërkojnë që t'u falë krimet
që i bën ndaj shqiptarëve fqinj, po edhe për t'i bekuar që të vazhdojnë me gjenocidin dhe etnocidin në fillim të shekullit 21.